19 qershor. Shkelja e frikës nga njeriu. Sauli i tha Samuelit: "Kam mëkatuar sepse kam shkelur urdhrin e Zotit dhe fjalët e tua, dhe kjo sepse kisha frikë nga populli dhe dëgjova zërin e tij." Libri i parë i Samuelit 15:24. Pse Sauli ju bind popullit në vend të Perëndisë? Për shkak se ai kishte frikë nga populli dhe jo nga Perëndia. Ai kishte më tepër frikë nga pasojat njerëzore të bindjes sesa nga pasojat e saj hynore. Ai druhej mospëlqimit të popullit më tepër se mospëlqimit të Perëndisë, dhe kjo është një fyerje e madhe ndaj Perëndisë. Në fakt, Isaia thotë se është një lloj krenarie të kemi frikë se çfarë mund të na bëjë njeriu, ndërkohë që i shpërfillin premtimet e Perëndisë. Ai citon Perëndin me këtë pyetje therrëse: Unë vetë jam ai që ju ngushëllon. Kush je ti që i trembesh njeriut që vdes dhe birit të njeriut të caktuar të jetë si bari? Ti ke harruar Zotin që të ka bërë, që ka shpalosur qiejt dhe ka hedhur themelet e tokës. Isaia 51:12-13. Frika e njeriut mund të mos duket si krenari, por Perëndia thotë se e tillë është. Kush mendon se je që të kesh frikë nga njeriu dhe të harrosh krijuesin tënd? Ideja është kjo: nëse ke frikë nga njeriu, ke filluar të mohosh shenjë të rinj si dhe vlerën e Perëndisë dhe birit të tij Jezusit. Perëndia është pafundësisht më i fortë se njeriu. Ai është pafundësisht më i urtë dhe pafundësisht më i mbushur me gëzim dhe shpërblim. Të largohesh prej tij nga frika e asaj që mund të bëjë njeriu, do të thotë të hedhësh poshtë gjithë sa Perëndia premton të jetë për ata që kanë frikë prej tij. Kjo është një fyerje e madhe. Perëndia s'mund të gjejë kënaqësi në një fyerje të tillë. Nga ana tjetër, kur dëgjojmë premtimet e Perëndisë, i besojmë atij me kuraj dhe i druhemi turpit që mund t'i sjellim Perëndisë përmes mosbesimit ton. Atëherë ai nderohet me të vërtetë. Në këtë gjë, ai gjen kënaqësi të madhe.